Përshëndetje. Dëgjojeni këto vargje. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qui l'observent avec des regards familiers. Këto janë vargjet e para të poezisë Korrespondance të Charles Baudelaire, njëra nga poezitë më të studiuara në historinë e letërsisë franceze. Një poezi që flet për lidhjen midis botës që ne shohim dhe botës që ne nuk e shohim plotësisht. Sot do të bëjmë diçka ndryshe. Nuk do të analizojmë këtë poezi vetëm ne, njerëzit. Do të analizoj edhe inteligjenca artificiale. Do të shohim se çfarë sheh ajo dhe çfarë shohim ne. I kam kërkuar ChatGPT-s të analizoj këtë poezi. Përgjigja erdhi brenda 10 sekondash. Ishte e gjatë, e strukturuar, terminologjikisht e saktë. Përmendi sinestezin, simbolizmin, korrespondencën mes shqisave, ndikimin e Swedenborgut. Gjithçka e saktë. Por kur e lexova, ndjeva diçka që s'dija ta emërtoja menjëherë. Pastaj e kuptova, përgjigjes i mungonte çudia. I mungonte ajo ndjenjë që të kap kur lexon për herë të parë se parfumet, ngjyrat dhe tingujt i përgjigjen njëri tjetrit dhe nuk e di nëse po e kupton apo po e përjeton. Inteligjenca artificiale e dinte përgjigjen, por nuk e kishte bërë kur pyetjen. Profesoresh, por analiza e ChatGPT-s nuk është e gabuar. Ajo thot gjithçka që thon edhe librat e kritikës letrare. Identifikon strukturën e sonetit, figurat, kontekstin, gjithçka. E saktë. Analiza nuk është e gabuar. Dhe ky është problemi. Inteligjenca artificiale nuk gabon, ajo përgjithson. Ajo e lexon korrespondancë njësoj si do ta lexonte çdo poezi simboliste, gjen motivet, identifikon figurat, vendos etiketat. Por Baudelaire nuk shkroi për të etiketuar. Ai shkroi për të tronditur. Çfarë do të thotë tronditur në rastin e një poezie? Dëgjoni këtë varg. Ka parfume të freskëta si trupi i njom i fëmijëve. Kur Baudelaire e shkruan këtë, ai nuk po ilustron sinestezin si koncept akademik. Ai po ju detyron ta ndjeni atë çka normalisht nuk do ta lidhnit kurrë, erën me prekjen, lëkurën e fëmijës me parfumin. Butësinë e të përsalindurit me freskinë e një ere në mëngjes. Unë dua të them diçka, por nuk jam e sigurt nëse ka lidhje me analizën. Kur e lexova për herë të parë, nuk e kuptova mirë gjuhësisht, frëngjishtja ime nuk është e mirë. Por diçka më mbeti. Ajo pjesa ku thotë se ka parfume të korruptuar, të pasur dhe triumfues. Më dukej sikur po fliste për diçka tjetër, jo vetëm për herëra. Si për jetën, sikur diçka e bukur ka brenda edhe diçka të herët. Sikur kujton momente të bukura nga fëmijëria, por e di se ato momente ishin edhe kohë të vështira. E sheh çka ndodhi? Ti bëre diçka që inteligjenca artificiale nuk e bëri dhe nuk mund ta bëjë. E lidhe tekstin me përvojën tënde, me intuitën tënde, me gjuhën tënde të brendshme. Ti nuk e dije fjalën sinestezi kur e lexove, por e ndjeve atë çka sinesteza bën. Nuk e dije termin, por e njohje përvojën. Ky është leximi ndërkulturor, ai lexim ku teksti kalon nëpër filtrin e kulturës tënde, të historisë tënde, të gjuhës tënde anëtare dhe del si diçka e re. Jo as frënge, jo as shqipe, por diçka ndërmjet. Inteligjenca artificiale mund të na ndihmojë ta kuptojmë gjuhësisht tekstin, fjalët që nuk i dim, strukturat e ndërlikuara, referencat që na mungojnë. Kjo është e vlefshme, sidomos për ne që lexojmë në gjuhë të huaj. Një student kosovar që lexon Baudelairin në frëngjishte ka nevojë për çdo ndihmë gjuhësore që mund ta marrë. Pra, inteligjenca artificiale na përgatit për lexim? Pikërisht. Ajo na sjell deri te dera e tekstit. Por derën duhet ta hapim ne. Dhe momenti kur ti thua më dukej sikur po fliste për diçka tjetër, ai moment nuk vjen nga asnjë algoritëm. Ai vjen nga ti, nga fakti që je njeri që jeton, që kujton, që dyshon. Dhe pikërisht ai moment, jo analiza para ti, jo shënimet pas ti, ai moment është leximi. Leximi është guximi për të qëndruar brenda ti, brenda asaj hapësire të pasigurt ku nuk e di ende çka do të thotë teksti, por ndjen se do të thotë diçka. Ku fjalia nuk është ende e qartë, por tashmë është e rëndësishme. Aty, në atë hapësirë, asnjë algoritëm nuk mund të hyjë. Aty hyn vetëm lexuesi. Dhe aty, vetëm aty, mësohet letërsia.